Faleminderit. Diçka shkurt kishte. Meqense orën 18 e kemi me rak që ta shfrytëzosh këtë hapësirë televizive për të bërë thirrje qytetarëve, edhe për shifrat, projekcionet, si ato matjet e brendshme, sondazhet e brendshme në shifra nga protesta herës kaluar me ato të sotme, këtë të jetë masive? Mendoj që duke matur ne zakonisht të masim punën tonë, sepse edhe mundësi për sondazhe nuk kemi patur këto kohë, se impenjimi ka qenë shumë i madh, por ne masim se sa punojmë, edhe sipas saj parashikojmë që do të ketë rritje. Megjithatë do doja të sillja rastin e protestave në Greqi. Që për gjithë shqiptarët që mbase nuk e dinë që në Greqi ka vazhdimisht protesta të dhunshme. E dini pse? Sepse ata që dalin në protest ka një kulturë të përgjithshme demokratike, ku ose do të jesh në protest, ose do të ngujohesh në shtëpi. Ti nuk mund të shkosh në punë, në dyqan i lirë edhe të ecësh në trotuar, ndërkohë që hedh shikimet nga ana tjetër dhe shikon protestuesit. Pse? Sepse qasja e një shteti të vjetër në demokraci si Greqia është që ku unë po protestoj dhe për të drejtat e tua. Prandaj je i detyruar të bashkohesh në protestë. Do doja shumë që edhe shqiptarët të nisnin gradualisht, veçanërisht e brezat e rinj, të kishin këtë qasje që detyra kur unë protestoj për një gjë që të prek edhe ty, duhet të jesh dhe ke detyrën të jesh aty. E njëjta gjë duhet konsideruar dhe nga partia e zotris, që në rastin kur ne po mblidhemi në një tryezë për të diskutuar për një kod zgjedhor i cili të bën edhe ty përfitues, ke detyrimin të jesh, pra moralisht, ke detyrimin të jesh. Ndaj, do t'i ftoja të gjithë shqiptarët që të vinë sot në protest, sepse do shikojnë edhe një shpirt. Protesta jonë ka edhe një shpirt fantastik, edhe folsat, do më thënë, duket sikur të gjithë janë të përgatitur në fakultetet e shkencave politike, sepse ka... Se çdo parti për të vetë. Zakonisht i pëlqej më shumë këto fjalimet. Tani, unë e kisha planifikuar të mbyllja me ty, por vjen një njoftim që avokati i popullit ka njoftuar se do të ketë një grup pune ditën e sotme për të parë vëzhguar protestën e ditës sotme të Shqipëria Bot. Paradoksale? Le të bëj detyrën. Ne kemi thënë që nuk e njohim, por ka një gjë. Avokatin e popullit jo vetëm e kanë zhvlerësuar në kompetenca kushtetuese dhe ligjore, por me aktin e fundit e zhvlerësuan tërësisht me çdo kompetencë edhe në individualitet. Kështu që le të bëj punën. Si politolog dua fjalin tënde të fundit që ta mbylli. Unë do jem të protesta në orën 6.